Njerëzit ende mendojnë që ka ligje kundër shamis në Kosovë dhe në fakt vetëm mendoj që rasti i shamive në Kosovë ilustron më shumëti dhe më së miri se sa fuqishme ditë të jetë stigma. Kryqka e sheh se në atë rrethin e fobive që njerëzit kanë shumë mungesë informacioni apo thjesht nuk u punon fort kujtesa për të kujtuar që në fakt ne jemi asgjë jemi rilidh me një pjesë të grave historikisht të Kosovës. Në bazë të zgjedhjeve tona, ne sot jemi mbulu, nesër mundem me mos mbulu, me heq shamin, sepse kur po luftoja për të drejtën e zgjedhjes së mbajtjes shami, gjithmonë ju thoja që ju po i vrisni po goditni në dy tabore, edhe në lirinë e heqjes së saj. Sepse nëse një vajzë është e përjashtuar nga sistemi arsimor, nga puna, dhe ti po thuash për shkak të shamis, hajde ta heqim shamin, pastaj ajo ku mbetet? Mbetet një barë për shoqërinë, e pa integruar, apo një analfabetizëm që ti po e sponsoron si shtek të tjera, do thotë krejt qasja ka qenë tërësisht e gabuar, tërësisht e padrejtë. Ajo çfarë më mbetet më rak është gjithmonë llogaridhënia në këtë aspekt. Njerëzit ende mendojnë që ka ligje kundër shamis në Kosovë dhe në fakt vetëm mendoj që rasti i shamive në Kosovë ilustron më shumëti dhe më së miri se sa fuqishme ditë të jetë stigma sociale, si diçka krejt abstrakte, për të goditur dhe për të prodhuar viktima konkretisht siç kemi pasur vajzat tona. Jam shumë ndjehem krenare për rrugtimin që kemi bërë të gjitha në kuptimin e heqjes së bindjeve negative të njerëzve ndaj vajzave me shami dhe këtë kanë bërë ato vetë me punën e tyre të mirë dhe me komunikim. Nuk ka pasur ndihmes nga askush. Edhe mirë që s'ka pas, por që sot mendoj që shoqëria ka një tjetër pikpamje edhe një pikpamje shumë pozitive, ato sot janë kontribuese dhe shumë prej këtyre temave tabu që kemi për shami takojnë të kaluarës.